Po që fakt shembull po foli për këtë koncertin Drenash te Mërgata. Koncertin e parë kur kom pas aty, kom pas emocione normal se publiku e krejt sit ka unë e di që është pak u drillësha, ama normal është një ndjenjë e mirë se kur është e publiku që po të ngon ti edhe janë të kënaqur me ty kur të ngu këngën edhe më shlirohesh. Po, dhe shan fakt reagimin aty për atë, e din se ku je, kur ndoshta ndryshe është në rrjetet sociale edhe kur i postojmë këngë, po kur e kemi domethënë paraqitjen live, atëherë është edhe energjia e krejt turmës, energjia jote vret atë, ndoshta pa diskutu diçka aty e lexon njërin krejt. Tash bën të po fol për veti. Unë gati që 8 vite merrem me muzikën, po foli për Ndrenas mas pari, dhe më tha vend temin këm dhejz. Më gjoj Ndrenasit dhe më tha e din. Ama jo, unë jam gjendje para as di sa me vetë me dalë, më tha s'kam adin stres, ish një nga më rahat. Kështu që unë atë problem se kam. Normal bën të pak ma vonja ka nis, o më në ju se kam problem. Po te e din rrugën se si shkon dhe për ata janë të momente, për shkak janë të emocione që kur të hysh deri në skenë, po tash na po foli për shembull unë si DJ unë e kapi mikrofonin, si të kapi mikrofonin unë mo largohen. Ja, largohen. Veç ashtu muzika e ka. Ndoshta kur hyj, domethënë dal skenë dhe e ki largohet gjithçka prej trurit tjetër, vetëm si ti ki publikin, domethënë si ti ki ato organizatorë të fortë, ti edhe ti nihesh rahat si në shpitone. Kështu që unë dej tash mirë, s'është keq. Cili ka qenë koncerti ndoshta më të shtorë që e ke pas? Më të shtorë kanë qenë Ndrenas, dhe më tha për herë të parë, mas jam hinja në muzikë, dhe më tha për mi, i kom pas për mi 5.000-6.000 vetë, dhe më tha ato, nuk e di as vetë që shkom po muzikë, kështu që ato dhe më tha janë ka hapat e mi të parë. Edhe kom po që për dojnë, për më dojnë, kështu që s'jam nalë kormo. Dhe më tha që ajo ka moment pak ma i fështira, dhe jam hymë skenë, po i kom post normal familjes kam bështet, edhe normal, si gjithmonë. Po edhe shoqënia, kështu që s'jam në Po llogarisë që 5.000 persona ndryshëm, ndoshta që tash me paramendu se si duken 5.000 persona është shumë, për mua janë ka shumë. Adin, tash për shembull normal nuk e kam problem, mo 5.000 vetë kur i kom pas prezent, ku më tha, adin, se çka u të ndodh, qysh ka me reagu, qysh ka me dal, ama jam dal perfekt. Pikërisht sepse edhe hera e parë që po diçka gjithmonë ka ato emocionet para se gjithë fillimi është shumë i zërshëm, e kuptohet. Fillimi i zërshëm gjithë, po tani ku pas ku e njëri pak. Ndoshta na do të ajo adrenalin pak. Adrenalin është boll. Shumë adrenalin. Bile dëgjoj sa kur ti ndoj në vesh është këti tërë adrenalin është. Po dhe pomja është pak ma cool, më gjithë social. Me të vërtet kjo është diçka që edhe verës, edhe i përmend edhe mërgjimtarët, pra kur vinë atëherë gjithë personat po vinë aty për më pas një kohë të mirë, dhe shumicën e kohës ndoshta nuk ka probleme, por a ke pas raste kur ka mujt me ndodhur ndoshta ndonjë incident? Ka pas dhe momente që kanë ndodhur incident, aty do sane jo shumë të mëdha, shumë të vogla, po nuk u vrejt fort. Domethënë te DJ-ja, te këngëtari janë ka rregulla pak më ndryshe, siguria ka pak më nivel. E kuptohet, ama personalisht kështu mu ju, diçka që 8 vjetë që i merron muzikë, ju, s'm ka ndodhur. Jam dal shumë më i kënaqur. Çka ke mësuar nga kjo provojë 8 vjeçare? A ka ndryshuar si person? Si person, ju, s'm ka ndryshuar si person, po veç një sene kom vrejtone si diçka që edhe nëjse edhe të publiku si ata dhe që ato më kanë provu, tash unë do të me arrit më shumë se ata. Dhe më tha për me dha maksimumin për ta. Ata më kanë provu dhe që ato, se normal jo ka pak një kohë e vështira, dhe në qysh janë nisin sanet e janë ka pak dhe cikrimet vogla, kështu që mirë o ka. Se kemi pas edhe këtë kohën e pandemisë. Koha e pandemisë o ka pak ma zërë. Koha e pandemisë o ka pak ma zërë. S'ke mujt me dalë dhe më tha s'ke pas ku qysh me dalë në për studio, në për me inqizu dhe sane. Amo që tash ka inqizimet mira që
ata që më shohin, ata që e din që verës kismet, pejt një zetit korrek. Amo, pandemia ka me qenë ndoshta ajo arma jonë sekrete, ndoshta edhe për fëmijët tonë ma vonë që pandemia ka një sani mirë që e ke shprejt dhe më thot talentin tanë, kush e ka shprejt talentin, amo janë ka dësa në caktumin që s'ke mujt me shfrytzu. Ta është për shembull po, me band tonë kontakt, me panu bashk, kështu që... Gjatë pandemisë dhe me thonë që përmenja dhe DJ Moni, kem pas pak problem që s'kem mujtë me shku në studio, ama që ato menimet projekte që i kom pas, i kom menu në shpe, në vëllon i bësha gati i kretë, që mas pandemisë dhe më dhe këtë shkrej në studio dhe i kom gati bile. Ose filloj ashtu si 2 javë, mbyllje dhe po përfundon dhe zgjati, kështu po bëgja më serioze, kemi pas shumë fatalitet, do më thonë ka qenë një kohë që ka pas shumë të këqija, por artistikisht kemi pas edhe persona që kanë mujtë me zhvillu, edhe kanë pas ndoshta kohën dhe hapësirën. Kanë pas mundësinë, e kanë shprej talentin e vetë, unë apet pecejki, unë të më thonë me përdori TikTokin që një live në TikTok, që atu dhe më thonë shprej talentin tem, paj muzikë, ama normal, kur t'janë në festivale kështu, mërgota, kështu që cejka në Renas, ato edhe ma shumë edhe maksimumin, kështu që t'jallëm ku është tash. Pikrisht dhe të mdoj të rrjetet sociale, sa e në të rëndësishme për artistat sot? Shumë e në të rëndësishme. Dush më kondi që aktiv për ditë, më kondi non-stop, që nëse qëtë shamull story, ose i tërgon njëzë dishka njërë në ditë, ose njërë njëvë, dhe që është e qëtë qatë njëftim edhe e lënë, dhe që është mas do mujë, tani qëtë prapë. Njërë intereson edhe ma shumë informacione, ma shumë me ditë kur... Pra janë ato strategjitë të caktume për rrjetet sociale, sepse ndoshta kemi dikët që e ka një bindje që do të me postu ndoshta 4 herë në dana ditës, po ndoshta përmbajtja nuk është diçka që mundet mi tërhej. Personat nuk e bën atë qëllimin e vetë, s'ka me arrit që për ato e minis. Që është adë është aktiv, më konë, jo veç në kongë me publiku, edhe në rrjetet sociale, edhe në TikTok shëmbëll. Sidomos TikTok-u, ku dhe të shunde.